Ju pak më parë përmendët pjesën e ndjekjes shkaqeve, sebepeve, por dhe përmendjes Zot. Dhe në fakt duket sikur në çdo rrugë ka gjithmonë dy ekstreme. Pra në këtë rast kemi njerëz që vetëm i mbështeten Zotit dhe nuk marrin shkaqet, por kemi krahun tjetër dhe materialistët, dialektikën materialiste moderne, e cila mbështetet vetëm materializëm, pra dhe e përjashton Zotin. Kush është formula pra që Islami apo si Islami bashkon këto të dyja bashkë? Pra, si do të jetë besimtari? E vërtet, besimtari jeton me të dyja bashkë, që do të thotë si bëhen bashkë, domethënë. Bëhen bashkë në këtë formë. Njeriu besimtar e din se çdo gjë është prej Zotit dhe e shkruar prej Zotit dhe e caktuar prej Zotit etj. Mirë, po ky Zot është i njëjti Zot i cili ka thënë bëni, le të themi, shkaqet për të arritur suksesin. Pra gjërat Zoti na ka mësuar se çdo gjë funksionon shkak pasojë. Pra nuk mund të ketë pasojë pa pasur shkaqe. Pavarësisht se këto shkaqe janë të shkruara dhe të parapërcaktuara nga Zoti i Madh. Kështu që besimtari beson se çdo gjë është prej Zotit, por ne duhet bëjmë atë që duhet bëjmë ne si njerëz. Për shembull, profeti alayhis salam, po të shohësh jetën e tij, mënyrën se si le të themi ndërtonte jetën, çdo gjë e ngrinte mbi shkaqet. Asnjëherë nuk thoshte dëgjoj se kemi Zotin. Bënte shkaqen dhe thoshte, bënte shkakun, bënte le të themi mundin, pastaj thoshte jemi dorëzuar Zotit. Siç e tha i burri, tha o profeti i Zotit, a ta lidh devën e ti mbështetem Zotit apo ti mbështetem Zotit, pastaj ta lidh devën. Tha lidhe devën, pastaj mbështetju Zotit. Pra bëje sebepin, bëje shkakun, pastaj ti mbështet. Dhe kjo funksionon të gjitha. Domethënë ne këtu nuk përjashtojmë linjën e materializmit, por nuk përjashtojmë atë që ka krijuar materializmin dhe ka parashikuar çdo gjë që është Zoti i gjithësisë. Pra ne këtu bashkojmë mes së dyja dhe mund të bashkojmë mes së dyja. Islami e urren atë që quhet tawakul. Tawakul do të thotë ti mbështetesh Zotit pa bërë shkaqe dhe sebepet. Dhe kundërta, domethënë bësh sebepet pa pasur besimin në Zot dhe të besosh se janë pikërisht shkaqet ato që do të nxjerrin në krye apo do të nxjerrin në breg, edhe ky është një problem shumë i madh. Pra kush mbështetet tek shkaqet dhe nuk mbështetet në Zot, ka rënë në një lloj shirku, dhe kush nuk bën shkaqe, thotë mbështetem në Zotin, ky ka rënë në një lloj, le të themi, mendje lehtësie. Në momentin që bashkohen të dyja, atëherë ti je në rregull. Pra i ke bërë gjërat ashtu siç duhet. Kështu që në një rast për shembull, kemi rastin kur një person rrinte në xhami, të adhuru Zotin, dhe Omeri thot, po ti, thot, çfarë të bërë Zoti kismet? Thot, kur ka ndodhur, Omeri thot atij, kur ka ndodhur që qielli të derdhi ar apo argjend, çohu punoset të myta, kur i themi ne, dhe ka dalë njeriu nga xhamia të kërkojë rrezikun, të kërkojë furnizimin, dhe kështu funksionon çdo gjë në jetë.